الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالبريمة الأدريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات والسلامة يدروي محمد عليه الصلاة والسلام. Paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, familjen e tij, shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli i ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Dhe jemi në emrin e 23 me radhë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, ku kemi përfunduar agjërimin e ditës së 23 të këtij muaji. Dhe dalgadal po afrohemi tek fundi i këtij muaji dhe tek netët tek këtij muaji të Ramazanit, duke mbetur me shpresën në Allahun Azza wa Jall që t'ia çullojmë natës së Kadrit. Dhe sonte është nata e 24 e këtij muaji, që lëm pas ditën e 23 të Ramazanit, dhe shpresojmë që Allahu na ka pranuar ibadetet që kemi bërë deri më tani. Jemi në emrin e radhës të Allahut Azza wa Jall, El Qahhar, që do thot sunduesi apo mbizotruesi. Pra, është nga emrat e Allahut Azza wa Jall që Zoti xhelalu ala mposht çdo gjë, çdo kriminal xhelalu ala. Allahu Azza wa Jall këtë emër e ka cekë në Kur'anin famlart 6 herë. Për shembull tha Zoti xhelalu ala: Qulillahu khaliqu kulli shay wa huwa al-wahid al-qahhar. Sura Ar-Ra'd ajeti 16. Tha Allahu Azza wa Jall: thuaj o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Allahu është i vetmi krijues i çdo gjëje. Ai është i vetmi dhe ngadhjimtari. Gjithashtu Allahu tha në surën Ghafir ajeti 16: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لله الواحد لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. Fa Allahu Azza wa Jall për ditën kur ata do të paraqiten të zbuluar për Allahu Azza wa Jall, kur asgjë e tyre nuk do të jetë e fshehtë për Zotin. Allah do të kujt i përket pushteti asaj dite. Askush nuk thën përgjigje. Allah thot të vetmit, Allahu të cilë është ngadhjimtari subhanahu wa ta'ala. Kuptimi gjuhësor i emrit të Allahut Azza wa Jall, El Qahhar. Pra, në gjuhën arabe fjala El Qahru thotë është për qëllim mundja dhe mbizotrimi, pa pëlqimin e tjetrit. Emri El Qahhar ka ardhur në formë të shumë fishuar, i thonë në arabisht mubalegha, që do thotë pushtet, sundim dhe zotëri plot, absolut, që një gjë e tillë takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Ndërsa sa i përket kuptimit të emrit të Allahut El Qahhar, kuptimit terminologjik që i përket vetëm Zotit xhelalu ala, është ai i cili i janë nështruar mizorët, duke i ndëshkuar ata siç i janë nështruar të gjitha krijesat me vdekjen e tij subhanahu wa taala. Gjithashtu El Qahhar, kanë thonë ulemoja, është për qëllim mbizotruesi ndaj gjithë kësaj gjësie, botës së lartë dhe asaj të ulët, mbizotrues ndaj çdo gjëje, dhe çdo krijesë i është nështruar madhërisë, fuqisë dhe krenarisë absolute të Allahut Azza wa Jall. Dhe kur asgjë nuk lëviz pa dëshirën e Allahut Azza wa Jall. Andaj muslimani, kur e din që e ka një Zot të tillë, i mbështetet vetëm atij, e lut vetëm atë, dhe kur ka nevojë dikën me mposht, i drejtohet atij që është El Qahhar subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall ka treguar që emri Allahut Azza wa Jall El Qahhar është përdor edhe nga
biseda e Jusufit a.s. në lidhje me banorët apo shoqëruesit në burg. Për të arsye Allahu tha: "Arbabu mutafarriquna khair am al-wahid al-qahhar ma ta'buduna min dunihi." Pra, a zotët tuaj janë më të mirë apo Allahu azza wa jalla, i cili është një dhe është nga dhënjimtari subhanahu wa ta'ala. I ka bërë pyetje logjike për t'i tregu se sa shumtume është ajo çka ju po e bëni. Andaj zotët tuaj janë dopt, nuk kanë mundësi me ju sjell as dëm as dobi, as me dhon as me ju pengu nga diçka. Ndërsa Allahu azza wa jalla është ai i cili është një dhe i plotësueshëm subhanahu wa ta'ala. Ky emri i Allahut azza wa jalla në Kur'an ka ardhur tham apo është cek 6 herë për të treguar që Allahu azza wa jalla është një i pashoq subhanahu wa ta'ala, dhe të gjithë idhujt që ju i adhuroni në vend të Allahut azza wa jalla janë të kot, edhe normalisht nuk kanë mundësi me bë dobi as dëm as vetes e as kujt, nga se të gjitha çështjet janë në duart e tij xhellewala, i cili është qahar subhanahu wa ta'ala. Andaj çdo gjë në tokë pra është në udhëheqjen e Allahut azza wa jall, dhe Zoti xhellewala është ai i cili ngrit popull dhe ul popull. Allahu azza wa jall e ka përmend wa huwa al-wahid al-qahhar. Allahu është një nga dhënëtari për të treguar që ai është i vetëm, që nuk ka mangësi. Ati i takon madhrimi dhe vetëm ati duhet të nënshtrohemi subhanahu wa ta'ala, dhe të gjitha krijesat i nënshtrohen Allahut azza wa jall. Andaj Allahu azza wa jall është nënshtruesi apo është mposhtësi, dominuesi mbi gjithçka subhanahu wa ta'ala, dhe çdo gjë e krijuar në gjithësi është e nënshtruar ndaj fuqisë të atij që është el qahhar subhanahu wa ta'ala, i cili nuk ka shok në asgjë, xhellewala është i pashoq dhe është i vetëm azza wa jall. Normalisht muslimani sa herë që dëgjon këtë emër të bukur të Allahut azza wa jall, fillon me ndje dobësinë e tij karshi Zotit vet. I shtohet madhështia ndaj Zotit, respekti, nënshtrimi i plot ndaj tij që i takon vetëm Allahut azza wa jall. Andaj Allahu ka nështruar çdo gjë. Qiellin, tokën, edhe diellin nuk lind pa lejen e Allahut azza wa jall. E ka pyetur Abu Dharri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam: "Ja Rasulullah, para se me perëndu dielli ku shkon?" Apo pasi perëndoje, tha shkon tek Allahu azza wa jall. Dhe i bjen sejdë Allahut azza wa jall, dhe normalisht me lejen e Allahut ai do thot perëndon, edhe me lejen e Allahut azza wa jall ai lind. Edhe nuk ka mundësi me perëndu duhet dielli, e as me lind dielli do thot pa i marr leje Allahut azza wa jall. Allahu azza wa jall është el qahhar, ai i cili i nështroi qiejt dhe tokët duke i urdhëruar ato që t'i bindën urdhët e Allahut me dëshirë apo pa dëshirë. Mirë po, ato thanë ne i bindemi me dëshirë. Gjithashtu as dielli, pra as hana nuk lëvizin, do thot jashtë asaj që u ka caktuar Allahu azza wa jall të lëvizim, për të treguar që Allahu azza wa jall është ai i cili do thot është el qahhar, dhe normalisht i nënshtrohen atij çdo gjë subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej çështjeve që përfshin emri i bukur i Allahut azza wa jall është se Allahu azza wa jall ka nënshtruar pra çdo gjë. Për shembull, Allahu azza wa jall ka nënshtruar gjëra të cilat janë të vepruara. Për shembull, thika e ka rolin për të vepruar me therr, zjarri e ka rolin për të djeg. Se përket ndryshimit të ligjit, Allahu azza wa jalla bëri që kjo thikë mos ta therrë Ismail alayhis salam, bëri që zjarri mos ta djeg Ibrahimin alayhis salam. Për arsye tha kul la ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. I tham zjarrit, o zjarr, bëhu i nështruar edhe bëhu i ftoft
edhe shpëtimtar për Ibrahimin a.s. dhe normalisht kjo ka ndodhur me lejen e Allahut azza wa jall për të treguar që Zoti xhallahu ala është El Qahar subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu prej çështjeve që kanë ceku ulemoja të emri i Allahut azza wa jall është El Qahar, se Allahu azza wa jall është ai i cili do të nënshtron çdo gjë, edhe gjuha jote i nënshtrohet Allahut azza wa jall. Për shembull Allahu azza wa jall, nëse s'ka qenë besimtar i mirë, para se me vdek, dëshiron të thua shahadetin, mirë po Allahu azza wa jall nuk e nënshtron gjuhën tënde që mos ta thuash shahadetin për shkak se s'ke jetu si musliman. Edhe Allahu azza wa jall do thot është ai i cili subhanahu wa ta'ala nënshtron çdo gjë xhela wala. Për shembull pejgamberi alayhis salam thot si të gëzohem në një kohë që meleku do thot që i frin syrit është përgatitur të fryej. Ka ulur kokën, ka hapur veshët dhe pret kur të urdhërohet nga Allahu që të fryj brilit. Allahu ka treguar që kur të fryhet surit, gjithçka në qenë tokë do të vdes, përveç Allahut azza wa jall. Do të mbetet vetëm meleku Gjibril, Mikail, Israfil dhe meleku i vdekjes. Allah thot, o melek i vdekjes, a ka mbet duke gjallë? Ai thot, ka mbet robijat Gjibrili, Mikaili, Israfili dhe unë, meleku i vdekjes, o Zot. Allah thot, meleku i vdekjes, merre shpirtin i Gjibrilit. I merre shpirtin i Gjibrilit alayhis salam. Pastaj Zoti pyet kush ka mbet, sepse ai di më mirë. Ai thot, ka mbet Israfili, Mikaili dhe unë, dhe meleku i vdekjes. Allahu thot, merre shpirtin i Israfilit. Pastaj njëjta pyetje e bëhet, thot ka mbet Mikaili dhe unë, robi jot. Merre shpirtin e Mikailit. Kështu do të mbetet vetëm shpirti, do të merret edhe shpirti i Mikailit dhe do të mbetet meleku i vdekjes. Edhe Allahu azza wa jall urdhon që edhe meleku i vdekjes pra të vdes. E pastaj Zoti xhallahu ala thot, limanil mulku al-yawm. Kujt i takon sondimi sot? Nuk ka përgjigje, se s'ka kush i përgjigjet. Atë Allahu thot, lillahi al-wahid al-qahhar. Sondimi sot është vetëm i Allahut që është i vetëm edhe është fuqi plot subhanahu wa ta'ala. Andaj kjo është al-qahhar që e krijoi njeriu e parë nga dheu dhe nga shpirti. Është ai që shkatron dhe je fund jetë kësaj bote. Është ai i cili e nënshtron dhe erson sa që don edhe zgjidh sa që don subhanahu wa ta'ala. Andaj muslimani i bindet atij që është al-qahhar, jeton sipas mësimeve të al-qahharit xhalla wa ala. E para që duhet me pas parasysh për fund është që emri i bukur i Allahut është, apo na mëson që të na shtohet doza e frikës ndaj Zotit që të rezistojmë gjunave. Gjithashtu mos më pranu që më pobuz dhe me i poshtru qoftë jetimët apo të varfrit. Gjithashtu muslimani duhet më përpjek që me e nënshtru dhe me përbuz shejtanin dhe të keqen. Kuptohet duke kërkuar ndihmë nga ai që është El Qahhar, i plot fuqishmi dhe ai që i nënshtron krijesat atij xhallahu ala. Lutem atë që është El Qahhar të lëshoj rahmet mbi muslimanët anë botës kudo që janë. E lutem Allahun që t'u largoj brengat muslimanëve, t'u mësoj të gëzojnë të drejtat e tyre elementare dhe t'u mësoj të ngadhnjejnë mbi armisht e Allahut dhe armisht e Islamit. Sidomos shpresojmë që këto dua dhe lutje të pranohen në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. E lutem e madh që ditët që kanë kaluar Allahu të na pranoj, e ditët që po vinë Allahu të na forcojë. Në ndakimin e ardhshëm, agjuz se ju lënë në kujdesin e Allahut azza wa jall. Walhamdulillahi rabbil alamin.